Përshëndetje të nderuar miq, jemi përsëri në podcastin Flasim Arbërisht. Kam kënaqësinë të bëmë dije që i ftuar i sotëm për të treguar edhe një herë që kjo gjuhë ka mbijetuar për mbi 5 shekuj, vazhdon të mbijetojë dhe duke kontribuar gjithë secili nga ne në pjesën e tij, ajo nuk do të vdes kurrë. Dhe sot për këtë do të flasim në zotria Michele Greco do të flasë në arbërisht, unë që është shqipe antike e italianizuar, dhe unë do të flas në gjuhën letrare me cilën jemi mësuar në Shqipëri. Për të kuptuar që është e njëjta gjuhë, ne kuptohemi shumë mirë dhe sigurisht duhet të unifikuar arbërishtja. Faleminderit që pranuat të bëheni pjesë e podcastit Flasim Arbërisht. Mirë ditën, zoti Artur Nura. Jam shumë i nderuar se ju për ftesën tuaj, se dishtin të flasjet me mua sot. Faleminderit. Kënaqësia është e imja. Atëherë na tregoni pak kush jeni, për të treguar dhe origjinat e rrënjës tuaj të qenurit shqiptar, arbëresh. Po, u jam Michele Greco, u linda ka një katund arbëresh që ka emrin Frasnita, ka dhe një fracion që thonë Purqili, që sot ka i thëresen e Janina, originar jam ka e Janina, jam Purqilot, jetova për 50 vjet në Kalabri, në fshatin, e tani ka 3 vjet që jetonjë Zhinevër në Zvicër. Se keni shkuar në Gjinev në Zvicër? Se u transferuat në Gjinev? Është një kërkesë shumë e bukur kjo, faleminderit. Unë pata gjithmonë kur ishe i vogël pasionen për këngët arbëreshe. Kur ishe i vogël këndova me shumë grupe folkloristike që ishen të gjallë të zgjuara Frasnit, ka katundi im. Pastaj me një aktivitet kësoje, kem Zhinevër ka Universiteti Kulturës e Zhinevrës, atje bëm koncert, pastaj koncertet, kur bëra koncertin, u dashurova me një grua që përballë mua ka publiku. Kjo gruaja ishte zviceriane, ishte nga Kosova, ishte nga Shqipëria, ishte arbëreshe? U mendoj se ishte Zvicrane. Jo, gruaja është një grua shqiptare që jeton atje ka viti 2000 e është origjinare ka Peja, ka Kosova, një kosovare shqiptare. Bukur, shumë bukur. Pra, një familje shqiptare në Zvicër. Po. Po. Prana, u njohtim personalisht. Keni dhe një fëmijë, apo jo? Po, u njohtim personalisht me ta, u njohtim mirë, u martuam, një teknik, u martuam, kur u martuam, ajo dishtë veshja e gjushës time. Arbëreshe, pra. Arbëreshe, po, janë një mrekulli e jashtëzakonshme, veshjet e zonjave arbëreshe janë artë më vete. Po, kjo u e pata për durat se gjushëlja ime i shoqi kisha mërë Mikel, si u, e disht me i mua, jo të biljave, disht e i mua. Staj dëshiri, disht fati, se gruaja ime i pëlqen kjo traditat, disht e vesh në kur u martuam. Shumë bukur. Ka kjo martes, patim fatin në lehej djali, që ka emër Pietro Dardan, Pietro si emri babit, e Dardan si Dardania rënjët e grues time. Krejt normal. Tashi më thoni, si e keni ruajtur ju gjuhën, e flisni në mënyrë të shkëlqyer, dhe pyetja është, a e shkruani arbërishtën? Po, u pata gjithmonë pasionin, si thash, pra me këngët, pastaj u mora pjesë për shumë vitra, ka gjithë summit që organizoni governi i Shqipërisë. Qeva atje sami 1, 2, 3, e mora pjesë, edhe ka komisiona mësueses, su isha mësu ati, qeva edhe member, njeri ndere 17 komponentit që zgjothtim livret për
t'jarë shteti Shqipërisë e shteti Kosovës diasporës. Se mos, këta profesore që punojën volontar ka diaspora, kishen livrin e tij. Prana shtetrat murtin një decisión, tha ju i jamina livret, ma kin bërë një komision të zgjedhni libret. E mua si Arbresht më preferuan tjetë kolegra profesor të mirja pjesë ka ki këshill të zgjidhjem një livër për gjithë diasporën në botë. E kjo është një nder shumë e madhe për mua, se e pëstaj me gjithë të takime që bëhem nga javë me Zoom, kështu, pata posibilitetin da autodidata të zëja dhe të shkruja, jo mirë, ma sa të kuptohemi me vëllezërit tanë. Na thuaj pse keni mbiemrin Greko? Kur jeni shqiptar 100 karat, jo 24 karat. Prindrat tim janë u lindin ka katundi im, Frasnit, janë babi me mamin, tata me mamin, janë të di frasnjot. Ma i jati babit, ish ljeti, ish ka një katund italian, e ai pat biemrin italian. Greko, italian. Po, është italian. Nuk është grek, domethënë, është italian, është latin. I biemrin grek është shumë i njohur, janë shumë emrin në Itali, s'ka një origin precis, njëra sot. Sa herë në vit shkon në Frashineto? U shkojnë 3-4 herë. 3-4 herë, pra rënjët e tua vazhdojnë t'ju mbajnë atje. Po mua pëlqen edhe me familjen. Po, u shkojnë me familjen, shkojnë me djalin, me gruan time, që asaj i pëlqen, edhe i pëlqen të veshet Arbreshe kavallet. Shumë bukur. Po, kur nani jemi të organizomi për pashk, që kam shkomi, e pstaj jemi atje ndër pashk, sonde kam vetën Prishtinë, kam jetër takim Prishtinë. Bukur shumë. Në Prishtinë isha 3 ditë përpara unë. Po, se kam një banesë atje Prishtinë, kam bëme ca puna me kështu. Mirë. Shumë bukur. Tashi, mua thuaj si duhet bëjnë arbëreshët, ndërkohë që janë 12 të gjuhë pakice në Itali. 11 për tyre e mësojnë gjuhën amtare në shkollë. Arbëreshët vetëm e kanë trashëguar gojarisht. Si duhet futur në shkolla gjuhë arbëreshe si pas jush? Po, kjo është një problematik shumë komples, ma u kam identime se ish mirë se gjuha mësohi ka shkolla. Se na patim fat se prindrat tanë flasjen gjuhën arbëreshe e dishtin e trashëgojen edhe fëmiljet. Sot kemi një realitet ndryshe se prindrat nuk duhet i flasjen gjuhën, i flasjen pak gjuhën arbëreshe. E kjo për mua është një situatë e keq. U timbiri i flasen sot, e ai këndon lule mace ka shpia. Se kështu trashëgohet. Ma duhet ta këndoj në shkollë, duhet ta mësoj ta shkruaj. Us duhet thonë se metodi im është i mirë. Jo, se janë shumë metode të trashëgosh gjuhën. Unë mendojnë se prindërat tanë bën një punë straordinar. Jashtëzakonshme, është mrekulli ruajtja e gjuhës tuaj. E rëndësishme për ne, se na, u them drejtën, xurat paren fjalë italian kur pata 6 vjet, kur vajta ka shkolla fillor, ahirna xurat alfabetin italian, mos e fjalët italiane. Mos ka shtëpia ime flasë gjuhë arbëresh. Tani si duhet ta bëjmë neve që kjo gjuhë të futet, të unifikohet, pra të kemi një gjuhë të unifikuar, duke ruajtur dialektet e Frashinetos, e Lungros, e San Benedetto Ulanos, të ruajnë dialektet e Aqua Formosës, po ama gjuha në shkollë duhet të jetë unifikuar, apo jo? Po, do tjetë na jemi shumë fshatra, e si gjithë fshatrat, si gjithë katundet, kanë një dialektin e tire, ma janë variantet të vogla. Normalisht, të mësosh një gjuhë, në ka shkolle ka tjetë një standard për gjithë një kongres gjuhësor duhet bërë besoj, një kongres gjuhësor. Do të bëhet një kongres gjuhësor, stabilohet edhe kush ka
të habilitohen ata që janë më afër, e për mua ata që janë më afër janë ata që janë diplomuar me gjuhën shqip, mund punojnë, arbëresht mund kenë të një diplomuar me dekret i gjuhën shqipe, shtetit që janë i autorizon të mësojnë gjuhën arbëresht, se mos është një problem se gjithë gjuhët, gjithë disiplinat kanë një kodiq, kanë një klasë konkurs, si thonë, edhe kësaj kanë një gjëje një klasë konkurs, mandaj do intervendi shtetit të bënjë me parat, me soldet, me parat edhe me strukturën i shkollës. Le të bëhet një marrëveshje e re Rama Meloni, e cilat marrë përsipër të gjitha elementët financiar dhe teknik për të realizuar në mënyrë të centralizuar, sepse s'mund të lëjmë sipas dëshirave gjëra. Ama kush do të mësojë në shkollë gjuhën arbëreshe, kush do ta japë këtë mësim, duhet paguhet. Pra do dhe një faturë financiare nga pas, apo jo? Jo, kjo është një projekt shumë i mirë. Urojnë se të verë përpara, të mos jenë vetë fjalë publik tipike politikës tonë, ma të vëmi edhe të zinë mbi të bardhin. Shumë saktë. Do të vendos pikat mbi i, themin në Shqip. Okej. Do vendosen pikat mbi i, u kuptuam. Tashi, më thuaj, kur është aktiviteti i radhës që do bëni dhe cili ishte i fundit? Aktiviteti i fundit që patim këto ditë që ajo e 7 marsit, shtunden 7 marsit, që një aktivitet që Universiteti të Kulturës e Gjinevrës organizoi për ne arbëresh. Disht të bënej një aktivitet për arbëresht e Kalabris. Kjo doktoresa që është direttrice universitetit është një shqiptare, u lindë Tiranë, ja thonë zonja Diana, zonja Albana Krashniki Malaj, i jati kësaj ishë ai shkrimtari i vjetër Suliman Krashniki, që është ka origin nga Rahoveci, i jati babi. Kjo është një doktoresh që ka përzëmër gjithë aktivitetet edhe shqiptaret, e mandaj ka kjo herë organizoj këtë aktivitet për ne arbëresh e Kalabris. Murtin pjesë si instituciona, ambashatori Shqipëris që është në Bern, zoti Erman Dreda, murtin muar pjesë nën konsuli Bashkisë Vlorës. Po, ishe po. Pra, muar nën konsuli Kosovës, e di deputet që gjithmonë shqiptar që këta janë ka deputet për Konfederatën e deputet i komunës e Gjinevrës. Që një tem shumë interesante se foltin mbi arbëresht e integrimin që patin e kontributin që dhanë në Itali, që nëngu asimiluan e mbajtin rënjët e tire. Kjo diversitet, që mos asimilohesh e të mbash rënjët e tire, është një situatë shumë e rëndësishme për gjeneratat e reja, që shumë shpejt asimilohen e harrojen rënjat. Shumë drejt. Shembulli i arbëreshve është domosdoshmëri për emigrantët modern të sotëm. Po, emigrantët modern. E ki stimoli, mesazhi ish ki, se si na mbajtim, ruajtim 500 vjetë rënjat, edhe ju 3 vlezër e motra 3, kini mbani se kini flasni gjuhën ka shpia. Se ashtu, djali e kupton, pra ju sot është më organizuar societata sot, edhe ka Zvicër, ka gjithë, janë gjithë këto shkollë shqip që bëhen kështu në djal, e ki është një kontribut edhe për gjithë do vlezërët tanë, profesor, që janë volontet, që bëjen këtë aktivitet për trashëgojën gjuhën shqip në botë. Pasurit të jashtëzakonshme që na dallon nga të tjerë, që na ruan identitetin. Pa gjuhë nuk ka identitet. Po, pa gjuhë je i humbur. Po, je i humbur, je si gjithë tjerët. Cili është aktiviteti i ardhshëm që do bëni?
Po, jemi punuar me mbi një aktivitet në çikës më rëndësishme, do të kjeli edhe Arbëresht në Vjenë. Ky është projektimi i madh. Bukur shumë, shumë bukur. Është një çik artikuluar, një çik më komplikuar, se kur bëmi këto aktivitete, unë normalisht interpellojnë gjithë shoqatat që janë më afër, se vetë je i djegur, kështu. Kanë jenë gjithë të lidhura, ka t'i kesh gjithë afër, se ashtu s'mrihet asnjëri. Pra na jemi sigur neutrale, se gjaku i arbërit është ai, se u bën shurtes, ti ka s'ka të bësh, u ka me bëj, në vjen një i huaj, sigur, na vë gjithë bashkë, e bashkë jemi më shumë. Bashkë jemi më të fuqishëm dhe më të pasqyreshëm. Po. Okej, unë të falenderoj në mënyrë veçantë të komplimentoj për gjuhën e bukur që i flet. Një gjuhë ne kuptohemi 100% me njëri tjetrin, unë flas gjuhën letrare shqipe, ti flet gjuhën shqiptare antike të italianizuar. Edhe jemi i njëjti gjak i shprishur. Faleminderit edhe të uroj gjithë të mirat juve. Faleminderit juve për intervistën. Edhe Dardanit. Faleminderit edhe ja them edhe atij me gjithë zemër, ju uroj punë të mirë, dërgoj të falat Tiranës. Ka pjesa ime. Të fala paç. Faleminderit dhe ju që na ndiqni në Artur Nura Channel në YouTube, në podcastin Fjasim Arbërisht. Nga unë Artur Nura, mirupafshim.